Përshëndetje të nderuar miq dhe dashamirë. Gjendemi pranë fabrikës Kosova Tex, ish fabrika e tjertorës në Prishtinë. Ish fabrika e tjertorës në Prishtinë e njohur sot si Kosova Tex është një nga shembujt e rrollë të industrisë së Kosovës që arriti të mbijetojë dhe të rifunksionalizohet pas luftës dhe pas procesit të privatizimit. Dikur pjesë e industrisë së rënd tekstile të Kosovës, kjo fabrikë u përball me rënje të madhe pas viteve të 90-ta. Por pas privatizimit arriti të rikthej prodhimin dhe vendet e punës. Kosova Tex u orientua drejt industrisë së konfeksionit, kryesisht prodhimit të xhinseve për tregun e jashtëm, duke punësuar qindra punëtor në periudha të ndryshme. Sot ajo mbetet simbol i tranzicionit industrial të Kosovës, me sfidave, privatizimit dhe përpjekjeve për zhvillim ekonomik. Na përcjellni, ju lutem, për informata të sakta dhe korrekte. Bëni follow faqen tonë në TikTok dhe Facebook. Ju përshëndesim dhe çdo të mirë ju dëshirojmë.